Shiko, sot jam në 75 vjetorin e këtij burri, një nga rapsodët më unik që ka Shqipëria Veriut. Është Nikol Preqi, ne kemi në një 15 vite bashkë që kam drejtuar kulturën, dhe Nikol ne kam pas prezent vazhdimisht në për evente shumë të veçanta që ka pas ansambli Milita Mjeshtri i Madh. Pastaj Nikol është drejtuar dhe Mjeshtri i Madh, që na ka ftuar një grup, mund ta marrë si ish drejtues, edhe na ka ftuar sot vitin e tij në 75 vjetor. Nikol, 75 vite me këngë në buzi, a? Patjetër. Që të mirë, që më bargojnë nënës të duket se ke ide me qitet një lojë. Unë me të thënë drejtën kam 75 vjeç sot, por në qershor baj 60 vjeç që jam në skenë. 60 vjeç në skenë. Pra ti ke fillu 60 vjeç i takon. Jam në 60 vjeç. Po. Ke fillu me cilin këngë ke fillu? Unë kam filluar me këngën e Nërës në Uzhov. Nërës në Uzhov kur e qenë në shkollë. Kur kam qenë në shkollë, dhe kam filluar për herë të parë dator. Kam shku për herë parë, kam shku me mori Frangorti, po. Dhe një kollë për një mansu, dhe kërkonin ta se kush është ky djali ky fëmijë që po kënon, dhe përfundimisht me thirrje dhe me ftojnë në shtëpinë e kulturës. Atëherë ka qenë territor të Nutushën. Po. Përfundimisht më pyetën a di me kënon se patjetër po mira që të di, po dhe tha na kënoj këngë e kënova. Nezën e të amplifikatorin dhe përmarova këta e shumë. Dhe unë po shikoja nga poshtë. Se e kemi regjistruar? Po, se e kishë regjistruar. Dhe po shikoja nga poshtë. Kam kanë fut ta mu. Brava, pa. Një nga ato regjistrorët e vjetër, unë i kam trujtur aty, dhe ka mundësi ma të tjesh ashtu, po. Do më në të nove kam në ndërshur gjokë. Po, për herë, ma sasoj kam kënu këngën e Dandarosh. Dandarosh. Po. Dandaroshi që unë e kam kur e ke kënu dhe në skenë vitin 2000. E kam atë, dhe ja u japim publikut të shifni tani si e ka kënu Nikola Dandaroshi me qiteli. Dani Dandaroshi po një gjalloviri, i e luft po banë po me dy okralini, i e luft me nepshe o me shërdi, i e doja i doni po nja i sulejdi, i e vasi po vjeno një bëlloj në to në shpi, i e se po presu. Që është i vogël sot u rita, kur e kënova? Që është i vogël sot u rita e kam kënu kur kemi shku për herë të parë në festivalin e Gjirokastës në 68-ën. 68, po. Po, me këngën e ka bon Gjokbeci, dhe kemi mësu rrugës, kemi një të natën edhe të mësuar, dhe atje kam marrë titullin pionier i artë i festivalit kombëtar të Gjirokastës. Se ishte i vogël? Po ishe një fëmijë i vogël. Biles, sot e kërkoj. Nuk e kam gjeton, e kërkova gjithandej dhe nuk e kam gjeton. E që e gjithë me tha njoni, tha, qa kërkon ti? Tha, kong në ndërë, tha, më duhet e ndërë, tha, po më duhet a një kolli i kesh i vogël, tha, i kesh, si kam të në tërë. Por, ko hashta jo e cilë më t'i... Ate do të dojmë sot atë. Nuk e di komplet. Ka sa di, po pak do na e thush. Edhe mund ta bëj. Dhe tjetra, pastaj kemi 78-ën, kemi këngën për herë të parë me lautarin Simon Beleshi. Po. Lautarit i kon Mirditës dhe në Shqipërinë të Veriut Simon Beleshi. Dhe është ditëlindja jote. Është një përkim interesant dhe ti ke ftuar sot edhe vajzën e Simon Beleshi. Po. Me të cilën ne do bëjmë, do mundohet ta improvizojmë atë këngë. Por 78-ën ka qenë një nga këngët e bukura domosdoshmë. Po. Me Simon Beleshin edhe me si ka pasur dava Dranëlesh. Dranëlesh. Po. Dhe pastaj kemi bërë kur kemi qenë Top Qen, dhe kemi bërë me Parenë. Po. Dhe me dot për drejtën me latë. Nga ana tjetër, në festivale, por edhe ato që kemi bërë bashkë, në rritet e dasme atje, gjithmonë ti ke qenë me këtë akapelën. Po. Më i krahu, ai Krushku që ishte gjithmonë që u bote si Krush para ardhjen, apo më ditë për, ha? Po. Aty ka qenë për shembull se Krushku i parë ka qenë gjithmonë një shoq, ai që i takonte se ka qenë sipas vllaznisë që kanë qenë, Krushku i dytë ishte Daja dhe Krushku i tretë Niku. Dhe o Daja ose Niku ishin ata të cilët shkote si këngëtar. Dhe u knote kënga a kapela. Aq sa di, ka qenë kënu edhe vetën, por fillon të njënë edhe e priste tjetër.
shu e letrat e heu po në përdete, për me marrë more heu një të syzeze, një të syzeze more po një qafë gjëstojre, si po e banë sot more heu dasë me vevole. Haj zoti shpisë more po ty qoftë për hore. Ja kënga më ja krahut, ma doli zë, apo? Jo, do t'u tregoj një histori për problemin e këngës më e krahut. Për funimisht sa të gjoni polsa, 2 veta sa të më e krahut. I kolli prelen malësit madhe. Po, së nga Malizia. Po, së nga Malizia. Ta një kohë prensë ta. Kam që bisede. Si jeni? Në gjitho... Ta shi të ujë me kolegët toa, të një Kuar një Kollbreqi 100 vjeç, rrofsh dhe gëzofsh me fëmijë. Ju faleminderit. Gëzuar Gjergj Marku, të paqim. Let për shpejtis me një bababës, nuk theshë në gzime tjede. Për gzime? Në për pasë mëserde. Edhe i shirë tjere. Se të kini qef? Se të kini qef? Verso i herë, I kështerë. i këshin njështë të bakë babi, veshtin e qika desë. Hajde këshur, edhe këta në pes tjera, i kodë, Ju faleminderit. urime. Që dhe duke ishti, baba të baftë dhe ishin tjera. Duar, bafë 100 vjes. Ja, që dhe duke ishti, bafë 100 vjesin po. Po, 100 vjes, dhe dhe të njëra pas. Që më duke ishte, që me të bashkë. Edhe i sine veç marësi i shala. Ishin vjeshe po shumë kohë. Shumë faleminderit për shpejtin një duar kohë. Gjesh Zuar sak. Ja u fesha gjithë të ndatëve e njërësit e familjeve tuaja. Jetë të gjatë, Gëzuar, me vetëm gëzuar. urime, Faleminderit. urime. Gëzuar mu me dhoni 100 vjetë, për triun e ti pasat. Të ma buri që vjeshe, Ju faleminderit shumë për shtetin që më kanë parë. Mbështetje gjithë, është nësi sot, jo vetëm si ish drejtues i kulturës dhe për 16 vite bashkëpunim me Kollbreqin, rapsodi ikonik i Shqipërisë e përmet, një nga rapsodit më të mirë që kanë nxjerrë vërtet, deri ju i vendi,
Këngëtari emblem i ansamblit Mirdita, unë e kam pas kënaqësi që Nikol Preqin më ra që të punoj me të. Dhe shpesh herë kam thënë, është epoka këngëtarëve të mëdhej. Me zërin e tij ne kemi hapur sa më të bukura, me zërin e tij kemi dhënë punte të forta folklorike për të thënë se disa rapsodi që vinë nga Mirdita janë nga rapsoditë më të mira që ka trashëgimia kulturore e kohës shqiptare. Dhe rapsodia më mirë ka një emër, sistemi Liria ka emër për Kosovë, rapsodia e Mirditës ka një emër që quhet Nikol Preqi. I do të vijë për Nikolin. Unë e nisë me bisedë me Nikolën, edhe shpesh i thonë Nikol se gjithmonë shumë i shkaftë, i qeshur, e zot e gjithë trupin kur shkonin në aktivitetet ndryshme. Dhe i thënë Nikol si ka qenë kënga e parë. Edhe kënga e parë Nikolës ka qenë qesh i vogël sot u rrita. Nikol, ne nisëm bisedën aty bashkë, tash do të na kujtosh pak me qytetin. Se tani do flasim bashkë me qytetin. Qesh i vogël sot u rrita. Ata i gjën pak Nikolën? Nikola ka ftu disa artistë, nuk ishin shumë artistë, por kanë ardhur ajka e solistëve dhe një ftesë më pëlqeu shumë. Është një këngëtare në rrugësh në ansamblit Mirdita, për dekada, por mbi gjitha ka një nuklë lidhje të fortë me Nikol Preqin. Po shtyna në vitin 1978. Kënga thuaj zakonisht që Mirdita nuk ka lahut. Në fakt, ne posim e Kreshnikë, në studimin që kanë bërë koleksionistë të mirë, folkloristë të mirë, studius të mirë, nxjerrin që një nga këngët më të para shqiptare që kanë lind është në zonën e Mirditës dhe në Kreshtin e Lezhës. Nga studimet. Por fakti që lahuta erdhi në mënyrë tjetër në 78-ën përmes një instrumentisti virtuos që ka një familje të plot artistësh, Simon Belesh. Ne kemi pruvë të prenin, hajde prenin. Prena është e pia. Një këngëtare të mrekullueshme. Tani, ajo që është e veçanta, se zëri Nikolës që unë ka pa në mënyrë profesionale, e kam pa në shumë të desa. Aty është një punim i jashtëzakonshëm, një bukur i lahutës, është nga më bukur, është një lahut e kultivuar. Dhe besoj se ju tani, prena do të bësh zani që bandi, e fillon Nikola që artizani vetë, na u bë gati pak, se pasaj në një gjëjnë në gjithë, okej? Hajde, Nikola, ta prej pak? Oh
disa perla muzikore që u bën emblemat e folkut shqiptar dhe u bën si thosh objekte të studimeve të folklorisë më të mirë të Shqipërisë. Ne ishim pikërisht ta burra dhe gra të mirëtitës, me cilin duhet krenohen në gjithë që na lanë një pasuri trashëgimore të jashtëzakonshme. Ndërkohë që duhet përmend Gjobesin për tekstet brillante që ka bërë poeti i adresave shqiptare, dhe njëherë kompozuesin e kësaj këngë, i cili nuk jeton më, por ky rast një ditëlindje është dhe si njëjë veneracioni për sërë e carë.
skenë. Një festival në tjetë të futën e tisha, të s'ka ka mja mojtë. Unë i kërpej pjesë gjysës që të vitin 2004, interesova Frank Borfin, nuk ka si bërë shqiptari në farme më mirë se mos shqiptari i pisën e të rinjë. Erë një moment që i them Franit, Fran, i kujtova një kam, në moment i fillu në lot, në skenë, aty kam pa të gu drillës, se këngëtarët e mirë drillën skenë. Kësi Zeda, me besoni, unë i kam pa vetë. Frank Borfin me pa të drisë për tek, kjo është këngëtar i përgjeshëm i skenës. Edhe nuk ka rëndësi sa mund t'kesh në salë, mund t'jetë 2 persona, këngëtari kënon edhe për 2, edhe për 2.000, edhe për 200.000. Ky është këngëtari i mirë. Dhe i them Franit, Fran, lere lotin, tani këtu, tamen po i mbollë kuqe, dhe ishte gjelatuga. Të kërkejnë pjesët, si që atë si që onë përësi, si që marë. Por prik tani, ka një gjohë se shpesh herë, disa këtonë të Frank Borfit, i këtonë të këturi këtu. A kështu një rëmë, jam korekt me te. Për shemë ti, mbollë dhe kuqe, ma improvizoli pak. Hajde një mbollë. Mbollë dhe kuqe, shvana, nejoj quto shvana. Shumë afro gjyse shkresherë, po gjyse, kjo është rëndësishme, sepse nga njerë këngëtarë, një mure këngëtarët e rogët që janë botë, prekët e rogët, ame, i pysë në zamë se shkolla më shumë njofin vazhët e stresit se sa të në prashën në rogët. Por ka një gjotë më nënë, absolutisht tani janë të kërë në trenë, dhe janë këto, që i kanë dhe të Jo, nuk ka do ka dole mera, bajko? I shumë jetë, Nikol të falëndëroj shumë. Nërkohë tani i në gjysës. Ka një gjarë, Nikol, ti ke fëmijët me sa kemi bisedu, po ashtë një shumicën për e këtyre i njo. Kam konsiderat të lartë për ta, absolutisht. Por janë në emigracion. Pra, dhe kur lidhen bashkë, se ata zështë e korbit, momentet tila na tregojnë për familjet të nësidur, familjet e mdhaja, familjet që në raset tila pra ne lidhen rreth babës e nanës. Unë e kam nanën gjallë, dhe ajo që më mba në fshatin lindur, sot është kesh në ajnë që shkërë. Kështu që, e këta, ka nërë prej lartë, Nikol për ty, argëzimi matur i shotë gjithë bashkë, dhe i pas e vërtet të mirë, janë vërtet të mirë, dhe shtatë lartë, ka e zetë më në shotë, në pikarën dhe dhe mësnimi. Bakës për më shumë, kështu që, e pojnë gjithë të tyrje, tani që të gjëmë me një kam të dedikuar gjysë e cekën për mërgjimit. Dhe këtë pjesë e vuri shumë pjesën e mërgjimit, sepse unë kam 3 fëmijë, një e kam në Shqipëri dhe 2 i kam në mërgjimtar. Dhe e vuri shumë. Dhe Kërvanga është një amanet që kush Shqipërinë mos e harroni.
që ta përqy për Nikola, për spacion e këngëve të tij, të muzikës të tij, dhe unë besoj që çdo këngëtar nuk mund të harroj trungun e vet, nuk mund të harroj njerëzit e vet, nuk mund të harroj fëmijët e vet. Dhe Nikola këtu ka përfshirë më shumë se naski këngë, dedikimi për fëmijët. Shumë ta thonë, fëmijët e mi, ha? Okej. Atëherë do ta dëgjojmë Nikolën duke kënduar, e ndërkohë që gjithë ju do të shohni këngë. Okej? Atëherë, hajde Nikola. Unë kollë nuk e kam vetëm koleg, e kam shok të babës tim, e kam edhe kumarini. Shoqëroj gjithë mirët familjarisht. E kam edhe me këto telefon për mirët të nësë. Kemi dhënë e madhë, si të madhë.
kishëm për shumë për 70 vetojnë e Nikol. Kush o Nikol Preshi? Nikol Preshi një gjak i mirë, i eri punëtor, që është 12 vjeç të punu në marrë me majtë shpinë, me familjen në ashtu. Dhe Nikol i gjak u shupa. Nikol i mjeshtër i madh i këngës popullore. Mjeshtër i madh i mekanikës, mjeshtër i madh i rakis, mjeshtër i madh mjeshtër, do më thënë, ka shumë kime që mund i vendosë Nikol Preshi. Mjeshtër organizimi për ati? është në marë. Pra ne me këra të mos me nëse, mos me horkohen dy dhe vatarve këto tjera. Unë falenderoj edhe atë grupin e Mjeditës, Gjysën, Becën, Brenën, atë një qëndime, edhe që të regojnë vlera për grupin mjeditor. Tu një vlerë të shanë të më të thëmë edhe për qërë. Gjesh mund ku i ka një vlera grupi mjeditës. Dhe duhet jo me e qitë persën, po me mbajt dhe në kohë bëshkirat. Do në qëtë pozitive fërmonë. Do të bëjt herorë. Me këras, i rojë Nikollit 70 vjetori, bashkë me Marën, dhe Mara i ka bajt krahun e gjatë, ka që krahu i gjatë i Nikollit. Unë jo kërë, të 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 shokë i imi, sa qatë i në të kekë, për shumë të të që këtë arrukative. Edhe unë të ashtë përfundaj, urime, gzime, edhe fashën e parë Nikol e Gjergj e grupit mjeditor. Durë të
Sot ka luajtur një ditë shumë bukur me Nikollën, 75 vjetore Nikollës. Nuk e di a ke marrë emocione sot Nikollë? Të thënë drejtën, në të gjithë kohën që kam hetë me artin, me kulturën, me shoqërinë, edhe me ju si drejtor, ka qenë një ditë shumë e veçantë për ne. Që mbylla një kapitull të madh, që është shumë i nderuar dhe respektuar nga shoqëria, o sidomos fëmijët e fëmijëve dhe një armatë e madhe e jetës, e kulturës, e fëmijëve dhe pjesë jashtëzakonshme. Po, tani shiko, 75 vjeç, tani ti ke sot e ke kënuar. Po, Dakor? Edhe ke qenë si ai djali i ri, i paraqyr 66 që ke filluar. Dakor? Tani isha desha me të puna këtu. Që të themi 75. Është si puna ujit që rrjedh. Thjesht. Po para ka punë të ky kroj këtu. Mbaj mend që edhe ky lokal për herë të parë, ka ardhur të bërë, po ti bën një aktivitet turistik atje atje. Nëse mbaj mend që e këno kapelo, ma këno pak kapelo këtu, ta mbyllim me këtë. Bravo Nikollë, ishte mbyllje më bukur dhe Nikolla, jo 75, po të vazhdoje duke kënu këngën më i krau edhe në 100 vjet. Uroj Nikollë me gjithë zemër, faleminderit, dhe të uroj në emër të gjithë aktivëve të